ma e sinqert ka qenë shoqënia, ma respekt kemi pasur ndaj mesenvenzve. Na më kujtohet, e takojshëm në rrugë arsimtarin, mësimdhënësin, nuk u largojshëm që mos mu taku me ta, se një farë respekti ka qenë ndaj mësimdhënësit, po një farë marrje, qysh, na mësojshin qysh me përshëndet fëmijë, për shembull të vjetrit, më shumit. Qysh a ndëgjuma përpara tash gju, se di secili dyqysh si i pavarësum nga vetja ty marr vendimet vet, pa konsultuar të madhin. Ty ne për shembull kur ka thoj malli, për shembull çështë duhet me kanë. Të moshuarit shpesh jetojnë duke përmendur dhe duke kujtuar të kaluarën, qoftë duke rrëfyer për përjetimet e mira apo të këqija. Njëjtë edhe për Abedin Ploakan nga fshati në Koc i Drenasit, nostalgjia për të kaluarën është pjesë e përditshmërisë së tij. Pra kohë kur familja e gjerë jetonin në një kolm. Po, ka qenë një fëmini, qysh me thonë, fajete mesatare kemi pasur edhe në atë kohë. Kuptohet ta kon pak vështirësi të jetës janë kon Çfarë vështirësi keni pasur? Po, qysh me thonë, ekonomike është fjala. Në femini jemi kon teri 20 antarë, në më thonë bashkësi familjare kemi jetu në atë kohë. Me agjallara? Po, me agjallar. Na jemi kon 3 vllazni e 3 motra. Me cilë ke qenë ma shumë i lidhur, me vllaznia me motra? Po, kom qenë edhe me vllaznia edhe me motra, po tani kuptohet motra të martohen, krijuan familjen e vetë. Më thonë me vllaznim kuhen më gjatë. Kryesisht me bujqësi jemi marrë në atë kohë, po edhe nga gurbeti kuptohet. Nga mosha 15 vjeçare kam fjalën. Kun fillu mi hi babës në krah, do më thonë në punë të shtëpisë, përveç, do më thonë, shkollës që kemi nda. Abedin na flet për martesat në të kaluarën, teksa tregon se shumica e martesave janë realizuar përmes ndërmjetësuesve apo mësidëve siç quheshin atë kohë. Ai thotë se martesat në të kaluarën dhe tash dallojnë shumë, por të dyja kohet kanë të mirat e tyre. Mirë po një gjë që nuk po i pëlqen atij është ndarja e shpeshtë e qifteve. Me mësit, atër, se shkusi që është... Me ndërmjetësu? Po, ne kemi thonë atë kohë mësit, ka orë mësiti, për shumë ka shku prindit ku e ka ditë si për shumë mund qaj person mund me ndiku të familja për shumë edhe ka dërgu mësit, ka shku mësiti, ka tërgu gjendjen, nuk ka koha keq edhe atëherë, po edhe ta është muj me thonë si është mirë, po që kjo si pëndohen shumë speqo një jetën mirë nuk pëmpelqe muhe. Ani më morëve, mu njoftu vajza me djalin në regull është ajo, për shumë me vendus për fatin e vetë si vajza si djale, ajo kuptuhet. Por me që jetën bashkëshërture. E që kjo nga gjelozia është në pyetje ma shumë. Pjanës kujna? Push. Faj jem, a qikat? Po i va Allahi, kisha me thonë qikat. Pse?